Uji në Gostivar ende nuk është i sigurt për pije. Edhe 2 javë pas ndalimit të përdorimit, autoritetet thonë se rezultatet e analizave nuk janë ende të kënaqshme për të hequr ndalesën. Ministri i Shëndetësisë Sasho Klekovski deklaroi sot se duhet të jenë plotësisht të sigurt për cilësinë e ujit, përpara se të lejohet përdorimi i tij. Takаме да видиме максимално сигурни пред да дозволиме водата да се употребува за pijenje. Duam të jemi maksimalisht të sigurt para se të lejojmë që uji të përdoret për pije dhe përgatitjen e ushqimit. Çdo ditë merren mostra nga disa lokacione. Nuk mund të spekulojmë. Nevojiten 3 analiza të rregullta nga vende të ndryshme që uji të shpallet i sigurt për përdorim. Çdo ditë kryen analiza në 9 pika të rrjetit. Mjafton që një analizë të mos jetë në rregull dhe duhet të bëhen 3 analiza të reja në 3 ditë të ndryshme. Nga ana tjetër, revizori shtetëror Maksim Acevski u bëri thirrje institucioneve përgjegjëse të shqyrtojnë raportet e revizionit, të cilat që nga viti 2007 kanë paralajmëruar se ndërmarrja publike e Gostivarit ka funksionuar në mënyrë të papërgjegjshme, jo efikase dhe vazhdimisht me llogari të bllokuar. Prokuroria në Gostivar ende pret një pjesë të dokumentacionit të kërkuar nga komuna dhe ndërmarrja publike. Gjithashtu do të kryen ekspertiza financiare për pompat e kontestuara, ndërsa policia financiare do të hetojë dhe projektin e ujësjellësit të qytetit, të financuar me fonde zviceriane dhe gjermane. Në ndërkohë në paraburgim ndodhen drejtoresha e ndërmarrjes publike komunale të Gostivar, si dhe 2 drejtues të tjerë të ndërmarrjes. Ata dyshohet se përmes vendosjes së pariqme të pompave në dhomën e derdhjes në fshatin Vërtok, kanë shkaktuar ndoqjen e ujit të pishëm me të cilin furnizohet qyteti. Si pasojë e kësaj, u shkaktua një epidemi me probleme gastrointestinale tek banorët, ku më shumë se 3.000 persona përfunduan për kontrolle dhe trajtim spitalor.